Nuk dhe në goja me ka duhet që kanë përjetue, i madhe i vogël, dikush ma shumë, dikush ma pak. Mundon veç me kajt, nuk ka për në mërsime. Gjoku më ne morë me në këtë jatë minatorëve këtë. Qeveria Kurti 3 në mesin e prioriteteve do të ketë edhe Trepçën. Edicionet e shatëve nuk duhet me pas Trepçën në dërë prioritete. Pas prioritet Trepçën. Në manifestimin e javës së minatorëve, minatorët e Trepçës kanë kujtuar grevën e vitit 1989. Para 37 vitesh, rreth 1300 minatorë ishin ngujuar në zgafellën e Stantërgut për të mbrojtur Kosovën nga politikat shtypse të Serbisë. Ndërka sot pas 37 vitesh u kujtuan sakrificat e minatorëve, ku disa prej tyre kishin ankesa dhe kërkesa, ndërsa ekzekutive kishte premtime. Kretë kohë kom qenë më rana më njërë. Ore edhe shumë shukët mitë. Tashën kretë dhe të ri, këthyja se kretë pak në një që mjeti vjetër, se kur mosha e me tash, kom bo 7-6 djetë, po më ngëri, gjoku më ngëri më orë me në këtë jatë minatorëve këtë. I dim hjeka, që shkëm hjeka të në të grevë, e për që e me konë e kretë e dinë. Po që tash për e marë 150 euro penzion, 19 vjetë, veç para luftë të ku bënu. Për çka keni hi greva atëherë? Atëre më hi veç për Kosovë. Për mundopi e kubatorit sërbë. Veç për mundopi i jina. Sa dhe ka qenë me e para, me e modhe. Si një ke modhe, ka si një ke modhe, ka si. Veç më nërë më dënuë. Unë e kom nejtë 7 metë që kemë dhe që të më kanë modhe, kanë qunë spital për spitalit në shpe. Nuk dhe në goja me ka duhet që kanë përjetue, i madhe i vogël, dikush ma shumë, dikush ma pak. Kërkesat tonë në konë Kosova Republik, na me vendos për Kosovë. Jo mja marrë dikuj veç tonë të mirue. Hishtë të. Mundon veç me kajt, nuk ka për në mërsime. Nuk ka për në mërsime. Pritu me pasë veç nuk ka. Fjallë ka shumë, punë ka pak. Atëherë këna pasë do buk, këna pregadit të, në pagu punëtor, të ardhë me marrë punëtori bukën me vete. Që shkemi premtu, Trepçën kemi me zhvillu në partneritet strategjik me një kompani minerare me renome ndërkombëtare prej një shteti mik Republikës. Kjo kompani vjen si bashkëinvestitor, po edhe sjell kapital, teknologji, edhe runë gjithmonë bashkë me ne interesin publik edhe pronësinë tonë si popull i Kosovës. Pra partneriteti ndërtohet mbi parimin që pasunia është e Kosovës e zhvillimi bëhet me teknologji më moderne e në bashkëpunim me miqtanë, edhe gjithmonë në shërbim të vlerave tona demokratike. Kemi kriju tyra ma shumë afër 5 milion euro, ma shumë se sa vitin 2024. Realisht në vitin 2024 ne kemi pas një varësi mbi 10 milion euro nga subvencioni nga qeveria e Republikës Kosovës. Kurse në vitin 2025 ne kemi pranuar vetëm 5 milion euro nga Republika e Kosovës, kështu që vjen e kemi zvogëlu varësi mbi 5 milion euro. Paradoksi dhe fatkeqësia më e madhe është se pjesa më e pasur e Kosovës në aspektin ekonomik është e fundit në nivelin e zhvillimit ekonomik. Jam i bindur që periudha që po vjen dhe qeveria Kurti 3 në mesin e prioriteteve do të ketë edhe Trepçën, edhe mundësinë e investimeve direkte për të mundësuar teknologjinë më të avancuar. Nuk e ke që kanë kalu 6 vjetë, edhe nuk e shonë dëshimin që është dashë në morë në Trepçë, se kom vesnikë të ku, e kom në thonë që hubë shumë kohë, edicionet e shatëve, nuk duhet mi pas Trepçën në dërë prioritetet. Pas prioritet Trepçën. Edhe ju lutëm, fillimisht pioneri për e t'juj, ti venit, të minatorët, të Trepçës, t'yne ekspertë, ta se i dije që kemë, kuptohet e bashkojmë me pjesën që na vjen, se duhet një partner, s'von pa partner, ama jo pa pas një ofertë të ti venit t'jujin. Ne kërkojmë një ligj të veçantë për minatorët, si profesion i rrezikshëm dhe në pension të parakohshëm dinitos, i cili është përkeqësuar sepse pensionet e kësaj kategorie definitivisht janë lemosh, duke marrë përbazë smundjet profesionale që t'i sjell ky profesion, e në moshën 65 vjeçare detyrohesh të punosh dhe pastaj me pensionet të tilla nuk mund të kurohesh.